Kjo varet dhe nga lloji traumës, ka trauma që fraktura, siç e përmendëm më lart me energji të ulët, që janë të cilat janë kaq pas vendosje pra ajo që në gjuhën e përditshme i themi krisje, pra që i thon njerëzit, ose fisur, pra është një, e thënë me fjalë thjeshta, plasaritje e kockës, ku kocka nuk pëson zhvendosje, ajo thyet, por qëndron në pozicion natyral dhe duket e qëndrueshme, nuk lëviz. Këto janë fraktura që kërkojnë një ndihmë shumë të vogël nga ana jon, në disa raste vetëm një, si thua, një shpjegim, në rastin e një fëmije të prindrit që ata të jenë të qetë, që çdo gjë do shkojë mirë dhe shërohen shumë shpejt. Siç është dhe ana tjetër e spektrit, frakturat me energji të lartë, traumat të mëdha, nuk ka një afat të paracaktuar të shërimit të një frakture. Ka disa rregulla se sa kohë kërkon shërimi një frakture. Kjo varet nga vendi ku është fraktura, varet nga trauma, sa energji ka pas trauma, varet nga pacienti që e ka frakturën, nga gjendja e tij e përgjithshme e shëndetit, nga mosha e tij. Pra ka shumë faktorë. Nëse doni mund t'ju jap ndonjë shembull për t'u bërë më të thjeshtë për ta kuptuar. Për shembull, nëse marrim rastin e një fëmie që bën një frakturë që të parakrahut mbas një rrëzimi në lojë. Fëmijët kanë një veçori që skeleti i tyre, kockat e tyre janë shumë elastike, pra vështirë të thyeshme. Ato ndonjëherë përkulen, nuk thyen. Që në gjuhën angleze quhen green stick, pra si ai shkopi i gjelbër që i kemi ta thyejmë, por përkulet, nuk thyej. Kjo gjë ndodhet te fëmijët. Këto janë fraktura shumë që kërkojnë sigurisht ndjekjen nga ortopedi, se kanë dhe ato ndërlikimet e mundshme të veta, por që shërohen shumë shpejt. Po themi 3-4 javë, maksimumi 6 javë shërohet një frakturë e tillë. Po ka dhe fraktura të kockave të mëdha, për shembull fraktura e femurit, femuri quhet kocka e kofshës. Një frakturë ndonjëherë mund të kërkojë dhe vite për të shëruar. Në kushte normale, ideale, dhe një i ri i shëndetshëm, mbas një trajtimi të mirë nga ana jon si ortoped, me mënyrat më moderne, të një frakture të femurit, po themi, ajo mund të kërkojë 6 muaj deri në 1 vit për të shëruar plotësisht. Po ka raste që shërimi mund të zgjasë dhe disa vite, sepse mund të ndodhi që kjo frakturë dhe të mos shërohet dhe të nevojitet ndërhyrje të një pasnjëshme deri në arritjen e shërimit përfundimtar. Pra nuk ka një formulë të prerë.